Largimi i Eglit nga Big Brother VIP Albania 4 vjen reagimi i parë nga Neda Balluku. Neda Balluku ka reaguar me një mesazh të fortë në rrjetet sociale pas largimit të papritur të Eglit nga Big Brother VIP Albania për arsye shëndetësore. Në një postim në Instagram, Neda shkruan për njerëzit shpirt prishur dhe kazmat njerëzore që bëjnë gjithçka për vëmendje duke përdorur një krahasim me personazhin e Gregor Zamzës nga novela Metamorfoza e Franz Kafkës. Lexoj sonte pa fund fjalë. Ndonse se një kapitull mbyllet, shpirt prishurit e kazmat njerëzore që marrin frymë për të kapur një follow më shumë, nuk ndalen e vazhdojnë të rrokullisen me sëkëllime veten, më keq se Gregor Zamza, kur u gdhi kandër dhe ndjeu neveri për atë që ishte shndëruar. Por mos harroni kur që një lule mbetet lule edhe kur vyshket në vjesht, edhe kur çel në pranver, dhe pranvera vjen sërish, shkruan Neda. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.